Po ndalemi fillimisht tek ngjyrat, sepse kur e thash se na nisëm për nanat, por na do të flasim bashkë duke qenë në përgjithësi për ambientin ku jetojmë, jo vetëm nanat, por në përgjithësi na, anëtarët e familjes, por deshta ta lidh pak bisedën me që folëm edhe me doktoreshën. Cilat janë ato ngjyrat që sado që janë të bukura, nuk rekomandohen që të jenë në dhomë të gjumit? Po dhoma gjumit tash për shembull, ngjyrat e forta që janë për shembull e kuqja, ngjyrat e portokallta, ato janë shumë të bukura me i vendos. Po faktikisht janë edhe të këqija, pse se ngjyra e kuqe të shkakton irritim, të shkakton nervoz. Vetë kur tek shyni ngjyrë të kuqe, ta shkakton atë nervozën e vet. Ngjyrat e tokës, për shembull të natyrës, ngjyrat e gjelbërta, ngjyrat e kafta, këto ose tekstura druni, diçka që lidhet sa më shumë me natyrën ose produktet që i bën toka vet, ta japin të qetësojnë shkurtë shqip, se krejt e kena prej ardhjen prej tokës, edhe toka është ajo që na qetëson. Edhe kthehemi në origjinë, me thonë shkurt. Po. Me thonë për dhomë gjumit ishte kjo.